Horoskopi ditor e martë 15 prill 2025. Dashi, Venusi do të jetë në anën tuaj dhe pas njësër vështirësisht që keni kaluar, më në fund dashuria do të jetë e përmirësuar. Pavarësisht ndikimit të kundërt të Saturnit, shumë shpejt projektet tuaja do të konkretizohen. Ka ardhur momenti për të përveshur mëngët dhe për të marrë rezultatet që ai shumë dëshironi. Demi, kjo e marrë do të jetë disi në ritmin e duhur, ku ju nuk do të jeni as pak në humor. Bëni mirë që të reflektoni me veten, pasi pjesa e dytë e javës do të jetë dukshëm më e mirë dhe do të rezervojë ndonjë surprizë në dashuri. Venusi pas pak ditësh do të jetë në shenjën tuaj. Binjakët, jeni duke përjetuar një periudhë të mbushur me tension. Qielli është i favorshëm për të zgjeruar familjen. Nëse jeni me kokë më njanë me një person, ka ardhur momenti që të hidhni ju hapin e parë drejt pajtimit. Nga porja, kjo e marrë do të sjellë rikuperim me vete, ku do të arrini që të gjeni veten dhe të shmangni shpenzimet e tepërta. Fundi i javës do të jetë shumë pozitiv dhe i mbushur me surpriza sa i takon punës dhe familjes. Luani, dita do të jetë e mbushur me ndryshime të bujshme. Situata astrologjike është e shkëlqyer se i takon jetës sentimentale. Nëse keni diçka që ju mundon, është momenti për ta sqaruar. Virgjeresha, Paolo Fox parashikon orë të mbushura me sukses sa i takon sferës profesionale, ku do të arrini që të nxirrni disa projekte që mbani në sirtar, dhe duke prezantuar aty ku do të kenë mundësi që të gjejnë sukses. Kjo është një periudhë shumë e mirë sa i takon rritjes profesionale, ndonse nuk do të mungojë ndonjë vështirësi në dashuri. Peshorja, e marta nuk do të jetë as pak e favorshme se i takon dashurisë, për shkak se do të dalë në pa ndonjë tension me partnerin. Reflektoni mirë dhe përqendrohuni në punë, pasi fundi i muajit do të qartësojë çdo gjë lidhur me të ardhmen tuaj. Akrepi, ju presin të reja të rëndësishme se i takon punës. Nëse po mendoni që të ndryshonit pozicion, kjo është java e duhur. Reflektoni dhe ndani mendime me familjarët tuaj, të cilët do të dinë që do të tregojnë rrugën më të mirë. Shigjetari, kjo periudhë është mjaft e favorshme për të gjithë ata që janë çift, ndërsa ata që janë vetëm do të dërgojnë atë mesazh që i mundon, duke lënë më njanë ndrojtjen, pasi yjet janë në anën e tyre.
Britsjapi. Ju presin ditë të bukura, kryesisht në punë, ndërsa në dashuri bëni durim dhe do të arrini që të bëni për vete njeriun që keni për zemër. Ky është momenti i dur për të arsyetuar siç duhet. Ujori. Paulo Fox parashikon për të lindur të kësaj shenje një qiell intrigues, por kjo gjë do të sjellë edhe lodhje. Nëse keni menduar që të zhvilloni një projekt personal, me siguri jeni përballur me ndonjë vështirësi, ndaj do të përvishni mangët dhe të përqendroni maksimalisht. Kjo gjë vlen edhe për dashurinë. Peshqit. Do të përballeni me disa vështirësi gjatë kësaj të marte, por fatmirësisht çdo gjë do të zgjidhet me kalimin e ditëve. Situata astrologjike është mjaft premtuese, sidomos një dashuri e re, e cila do të sjellë shumë energji pozitive. Edhe situata ekonomike do të shohë përmirësim.